roboti më i suksesshëm që unë kam provuar deri më sot, dhe ju më kot po ofroj këtë robot për secilin nga ju, pasi është i vetmi robot që unë i kam bërë testime dhe nuk ka bërë blowout account në situata të ndryshme. Ky robot nuk është çuditëbërës, nuk është robot që garanton 1000% apo 100% rezultate siç jep në testime për të ardhme, pasi ardhme asnjëherë nuk dihet, asnjëherë nuk i dihet marketi se si lëviz apo ça po themi modifikime dhe manipulime bëjnë ata pushtetarët e mëdhenj të marketit, por marketi është respektuar nga ky robot për shumë muaj, vite, data në të kaluarën. Dhe ky robot është shumë i thjeshtë, është një robot që po themi bën 1 apo 2 trade në muaj, dhe është robot që po themi mund ta vendosësh vetë se sa rrezikon. Dhe do i futem në shpjegim që mos ju zgjat shumë këtë video, pasi është video shpjeguese për gjithë ju që do merrni robotin. Tani, këtu do bëjmë një analizë te kjo strategy tester te MT5-a. Okej. Tani unë këtë do e bëj si fillim, mos shkoj kaq larg. Do bëj nga fillimi i këtij viti, pra nga data 1 janar deri në datën sot jemi 20 tetor që po e bëj këtë video. Kështu që këtu vendosim shumë sa balans do nisim, unë po do e bëj një testim me $500, një balans standarde për gjithë ata që mund të marrin robotin që duhet ta kenë dhe ta përdorin. Tani këtu te settings. Settings janë shumë pak gjëra që do ndryshoni. Tani këtu kemi këto dy të para, domethënë janë gjëra që nuk ndryshojnë. Këtu kemi lot sizing 0.01 që është minimalja, se është një simatse. Këtu tek risk percentage. Këtu vendosim sa do rrezikojmë në trade. Na 1 deri në pafundësisht deri në 100%, por nuk këshillohet ajo. Ne pretendojmë të qëndrojmë te 3% për trade. Këtu kemi range start hour dhe range stop hour, domethënë ku fillon që punon ky roboti dhe është 7 me 10 të mëngjesit dhe është me orarin e serverit. Pra, jo me orarin e Shqipërisë, me orarin e serverit që ne shikojmë këtu te Market Watch. Dhe këto vendosen të tilla. Tani kemi këtë first by settings që është kjo 11.8 me 2.8 0.16. Kjo do i japun settings dhe këto nuk duhet të ndryshojnë. First sell settings është 12 me 2.2. Tani kemi lot size multiplier. Çfarë është lot size multiplier? Është trade i dytë, pasi jo se nuk bën humbje asnjëherë ky robot. Ky robot bën humbje, por po në atë ditë që bën humbjen, hapet në momentin që bëhet kjo humbje, hapet një trade tjetër. Dhe ky trade tjetër hapet edhe këtu e vendosim se me sa fish të lotit do hapet, pra me 5 fish, 4 fish, 3 fish apo më shumë. Ne këtë do vendosim 3 fish, ta lejmë standarde minimale po themi, edhe kjo take profit in dollar price është 4 settings normal. Tani si mund ta bëjmë ne? E bëjmë këtu te settings, jemi okay, tani japim start. Okay? Me $500 nga janari i këtij viti deri në tetor 20 tetor që jemi sot, do të tregoj domethënë me testime duke vendosur në strategy tester çfarë rezultate do japi ky robot. Pra vajte edhe $1,000, po si përfundim përfundoi te $961. Pra po themi tani në shifra, nuk është shifër që ndryshon jetën. Kjo $500 është i gati fitim që bërë edhe një herë tjetër plus për 8 muaj po themi, okay? Po duhet të flasim në përqindje. Okay? Pasi bëjmë një test me balans shumë bazike, $500, por ky robot mund ta përdorni edhe për shifra më të mëdha dhe për akaunte në profirma që kanë balanca shumë më të mëdha. Dhe e gjitha varet tek risku sa ju do fusni. Tani t'ju tregoj ndryshimin se çfarë bën ky trade. Kjo po bëhet me IC market. Edhe kjo është shumë e rëndësishme, po do të cek pak më vonë këtë pjesën e brokerit. Tani me këtë vajti $961 për 10 muaj me këto inputse. Tani, po të rrezikojmë ne 5%, okay, dhe këtë ta vëjmë 5, lot size multiplier, okay,
bëjmë run testin edhe shohim se ku do përfundoj deri në tetor të këtij viti. Okej? Dhe vetëm me këtë ndryshim që bëm ne, përfundua me $2.543. Pra, vetëm duke ndryshuar pak riskun edhe lot size multiplierin, ne arrijm në gati 5 fishim. Okej? Të kapitalin për 10 muaj. Pra, ke fituar $2.000 për 8 muaj. Mesatare po flasim, ku e di unë, $200 në muaj fitim pasive me një $500 që ti e fute, që kishe një $500 që dohet ta investoj diku, nuk është se të ulte kapitalin apo ekonomin personale dhe dohet të investoj diku, e fute një account të një broker, ndashte e FI Markets, ndashte FBS-ja apo broker tjera, apo edhe në një profirm, dhe kjo e lë aty, bën punën e vet ai 7-10, tërsi ai punëtori që ke punësuar, që të bëj xhirot e dyqani, bën këtë punën edhe bën profitet, bën humbje, vazhdon punën e vet, ti e thjesht e lë, është pasive për ty. Ti thjesht mund bësh on off robotin edhe kaq është puna jote. Në total. Tani, do thoni ju që thuhet që është, po themi, mrekullia e tetë e botës që quhet compounding. Pra, në momentin që ne vendosim, okay, percentage riskun 3% apo 4%, ai ndryshon gjatë gjithë kohës në moment që rritet balanca. Pra, në moment që ti rrezikon 5% të $500, por në momentin që $500 ka bë fitimin dhe ka vetur 700-800, ai rrezikon trading në arshën, rrezikon 5% e $800 apo $1.000 apo $2.000. Kështu që fillon dhe rritet. Dhe do i tregoj domethënë çfarë bën roboti në më shumë se sa 10 muaj që e bëm testin. Pra, po themi do vemi në janarin e 2024-s. Edhe me $500 çfarë shifresh do bëjmë? Duke marrë parasysh që ne do bëjmë withdraw, sepse në gjatë kohës normalisht mund bëni dhe withdraw e këto dhe ndryshojnë statistikat, por po e marrim se ke vënë këtë $500 dhe ke flet mendjen për 2 vite nuk do e kapësh. Okej? Japim start këtu dhe do shikojmë shifrat tu se çfarë shifra do lëvizin. Domethënë, nuk është se është pa humbje, siç e pat vajtja janë $400 nga $500. Pati ka disa muaj në historinë e marketit që ky robot ka hasur humbjet e veta, mund të ketë hasur 2-3 humbje edhe gjëra të tilla, por e gjitha është që çdo gjë, edhe një strategji personale nuk është pafund e pagabueshme. Okej? Pra, tani tarim te shifra që ku përfundoj tani. Tani këtu thot $24.555. Okej? Pra, me $500 ti ke fituar për 2 vite $24.000. Okej? Sepse fillon compounding, siç e shikojmë këtu, bëhen trade nga $40 fitim, $5 fitim, $23 humbje. Okej? Kur shkojmë poshtë, që ka ecur compounding, okej, siç e shikojmë këtu bëhen $168 humbje. Falni se ju këtu nuk ja kap. Okej? Siç po tregoja. Këtu në fillim i kemi na $7 fitim, $6 e tjera. Si e shikoni këtu minus 36 ka bërë humbjen, e ka rikuperuar, domethënë këtu kjo ka bërë buy me 0.03. Pastaj ka humbur $36, çfarë ka bërë? Ka hapur trading tjetër me 0.15, pra herë 5 lot size. Dhe ka fituar $60. Pra siç e shikoni trade që bën me një account, po themi edhe pro firme, do e respektonte shumë mirë edhe atë pjesën e daily drawdownit apo maximum drawdownit. Kështu që pa merak për atë pjesë, varet si e vini dhe ju settings. Pra, siç vemi më poshtë, ne shikojmë lëvizje dhe fitime dhe humbje më të mëdha se bëhet compounding. Pra, nuk jenë më duke fituar nga $7, $8, po jetë duke fituar nga, për shembull, ky rasti këtu nga $30 e gjëra të tilla, domethënë ke 2 raste, ja t'ia shpjegoj se si funksionon. Minus $144 ka bërë këtu. Okej? Minus $144 e ka hapur trading tjetër kjo ka qenë me 0.12. Këtu e ka hapur trading tjetër pastaj me 0.6, okej? Dhe ka fituar $235. Pra, e ka rikuperuar dhe ka dalë fitim sipër. Edhe këtu e njëjta gjë, minus $156
e ka rikuperuar me $260. Pastaj ditë tjera ka qenë 34, 34, 34, 36 dollar fitime. Okej, që vazhdon derisa arrin tek humbja, kur ndodh humbja 168, këtu pastaj ka $278 fitim. Pra këtë punë bën ky robot. Domethënë si shikoni fitime pafund, vjen momenti i humbjes, rikuperim. Tani ka këto momentet e tjera që do e tregoj këtu. Tani që ndodhin këtë robot, tani ka bërë këtë minus 324 në këtë rastin, po themi që kemi bërë testin humbje, dhe ka qenë me 0.27, pasi dhe lot size dhe riskimi rritet sepse është rritur balanca në këtë pikë. Këtu mund kemi qenë me balancë me $10.000 plus $15.000 dhe kjo çka ka ndodhur në këtë datë, domethënë edhe trade 2 që është hapur, pra janë këto rastet e rradha që ndodhin, një në 6 muaj, një në 7 muaj, ku edhe trade i dytë përfundon me minus. Okej? Këto ndodhin dhe këto janë edhe të prishme në të ardhmen. Por duke mbajtur robotin long term, ai rikuperon, siç shikoni më shumë fitime. Këtu është një rast tjetër, po themi që ka ndodhur po e njëjta gjë. Okej? Por siç e shikojmë, rastet e tjera janë, domethënë në 2 vite kjo ka pas 2-3 raste tilla. Okej? Që edhe ai trade i dytë ka dalë me humbje, po themi. Por që jemi në statistika, ky është roboti më i frikshëm që un kam parë, edhe mund të bëhet, siç e thash, mund të vendosim, po themi në 2 vite, nëse ne do vendosim 2% edhe këtë lot size-in 2, okay, me $500, se po e bëjmë gjithmonë ato me $500, se duke marrë parasysh se cili nga ju do e provoj me minimalen fillim, apo ku e di unë, me minimalin e mundshme kjo për 2 vite në përqindje gjithmonë, nëse shifni shifrat, shifni sa përqind ka bërë, do shohim se sa do arri. Me risk 2% edhe lot multiplier me 2. Domethënë kjo ka vajtur në 1174. Domethënë gati 2 fishime e 120%. Okej, në 2 vite, i bie 60% salarisht viti. Tani, kushdo trader që është në botë i suksesshëm, mesatarisht nuk e arrin këto përqindje. Mund të jetë kështu me fat pa kohë, por nuk e arrin asnjëherë këto lloj përqindje, vetëm po t'ia fusi all in. Ne këtë e arrim me risk minimal me këtë robot. Me risk minimal. Okej? Dhe kjo gjëja këtu, okej? Që këtu kemi dhe grafikun, a kupton? Siç e shikojmë, siç ka vajtur balanca në 1 janari i 2024 deri sot ku jemi. Okej? Backtestet tu kemi gjithë dhëna, se kjo është e mira më të pesës të strategy testerit. Okej? Tani te inputet ju mund të luni vetëm me këto dy gjërat, edhe ajo varet, ajo është në përgjithësinë tuaj. Okej, sa doni të rrezikoni, por formula që ju jepet zakonisht është normalisht riskimi minimal. Okej, siç e thashë më përpara, mund ta vini 3 me 5, apo 3 me 3, apo 3 me 4, po te këto shifra. Tani ata që do duan të rrezikojnë më shumë, sepse po e çove këtë 7%, po themi, okay? Kjo pastaj arrin shifra të frikshme në long term. Po varet edhe nga balanca se sa e përballon apo jo më mbrapa. Tani testimet në moment që merrin robot, normalisht nuk mund ta bësh oran roboti me $100, $80, $60, $200. Okej? Pasi është diçka që ti do mendosh për long term me një balancë më të konsiderueshme, por normalisht jo duke çu veten grop ekonomikisht vetëm për këtë robotin. Siç e thash, këto janë rezultate vetëm nga duke testuar të kaluarën. E ardhmja asnjëherë nuk i dihet. Domethënë, tani me këto statistika edhe pa bërë withdraw me $500, kjo nxjerr rezultatet e $73,500 që janë, a kupton, janë pak të frikshme, me thënë drejtën, edhe arrim në rezultate të pa imagjinueshme, po themi. Po marrim shembullin e një akaunti 50.000, okay,
që ne do rrezikojmë 3%, edhe këtu lot size-in po lëm 5, ku ne do rrezikojmë në një profirm po themi, edhe po i vendosim këto te settings, nuk po e vendosim për aq, po e vendosim për pak muaj. Ok, po e vendosim në 1 maj deri tash. Ose 1 qershori. Ok, sa do bënte ky roboti? Kapi 55.000, sa mund ta ketë targetin direkte, po njërë, po themi nëse ju e keni fundin, shkon për 1 muaj ose më shumë, ta marrim në muaj të ndryshme, edhe pse ky robot është më shumë për long term, por bën ato fitimet e veta me jo shumë vështirësi. Ok, dhe çdo gjë është e menaxhueshme, dhe çdo gjë është e kontrollueshme nga ju, pasi roboti mund ta bëni on off çdo ditë. Dhe çfarë këshillojmë në NFP apo në lajme të tilla, duhet ta bëni off, sepse asnjëherë nuk i dihet çfarë ndodh në të tilla lajme, dhe robotët janë programuar për një market standard, po themi, nuk janë të programuar për lëvizje, po themi 300 pips në moment, sepse mund të ndodhin gjëra të tilla. Pra, siç ju thash, kjo është IC Market. Tani futem te pjesa e brokerit, sepse dua t'i tregoj një diçka. Që mos ta bëjmë shumë këtë videon e zgjatme, po themi me $500, ok, këtu ishim te IC Marketi. Dhe nga 1 qershori deri tash me $500, po themi, kjo mund të nxjerrë fitim në përqindje vajti te $900, ok, 1000 e ca, 2 fishin, ok, apo e bën më shumë, ok, ishe 2024, më fal. Po, ka qenë 2024, ok, marrim 1 qershorin këtu, fusim $500, ok, deri tash sa do vente ajo, ok, $820 ca. Ok, për 3 muaj, po themi, ok, 3 muaj, diçka e tillë, 4 muaj, po themi 40% shfitim. Ok, që e ka bërë këtë shifrën. Tani, çfarë ndodh? IC Market ka, po themi, ose broker atil kanë tjetër price feed ndonjëherë se sa FBS-i. Tani, te FBS-i, po të futemi te FBS-i dhe të bëjmë të njëjtën gjë. Ok, është një në accountet që kam, po gjithsesi e fusim këtu tek llogaria me të dhënat e goldit, pra nga data 1 qershor deri tek data 20, pra siç e shikojmë, kjo shkon në minus në fillim, ndryshe nga ajo e IC Marketit, dhe përfundon me 493. Ok, pra përfundon me humbje. Dhe kjo tani ka ndryshimin e price feedit nga brokeri në broker. Tani te IC Market është testum, te FI Market është i testum dhe nxjerr të njëjtat rezultate. Tani e mira është që të hapet një account tek FP Marketit ose të bëhet strategy tester më përpara te brokerat e juaj, edhe shikoni diferencën nga IC Marketi apo FP Marketi, hapni një account demo dhe shikoni edhe për brokerin tuaj, nëse ju e keni domosdoshëm tek ai brokeri, dhe shikoni nëse rezultatet janë të njëjta në strategy tester, nëse janë të njëjta, atëherë i bie që është e njëjta linjë. Kështu që nuk këto janë testime që duhet i bëni paraprakisht se të fusin lekët edhe t'i bëni run accountit. Gjithsesi, për çdo gjë ne do jemi tek grupi, për çdo gjë mund të shkruani edhe në privat, edhe për konsultim për sa i përket robotit, për gjithë ata që do e marrin. Roboti, siç që duar të parafrazoj tani në këtë përfundim të videos, është robot që unë nuk do e merrsha ndryshe, po themi përgjithësinë për të afruar tek ju, nëse nuk do shikoja këtu statistika, dhe nëse unë nuk do e kisha provuar, dhe nëse nuk do kishim bërë withdraw e gjëra të tilla, dhe në disa account edhe me miqtë e mi. Tani, pjesa e robotit, siç e thash, nuk garanton asnjë lloj gjëje 100% rezultate për të ardhmen. Roboti duhet mbajtur me risk, siç e shpjegova, në momentin që ju ndryshoni riskun, rrisni riskun apo diçka e tillë, sepse mbase doni të bëni $20,000 direkte, nga me 500 i bëni $20,000 direkte, ato janë gjëra që ju takojnë juve dhe janë përgjegjësi që ju takojnë juve. Roboti ka
për detyrë të funksionojë kështu siç ja shpjegova unë në video, dhe me balanca siç i vendosni ju, me riskun siç ja shpjegova unë në video, dhe lejeni të punoj dhe me shpresën se marketi në të ardhmen nuk do bëhet, po themi, shumë tekanjos që të nxjerrë një robot, po themi, jashtë orbitës së tij. Por një robot mesatarisht mund të jetë efektiv pa bërë një update për një vit e pak apo maksimumi 2 vite. Dhe ky robot, për gjithë ata që do e marrin, do ketë edhe me kalimin e kohës, momentin që shikohet një pikpamje për të bërë një modifikim këtu e atje, do updatetohet dhe normalisht për gjithë ata që kanë marrë do e marrin falas updatein, nëse do duhet gjithmonë në të ardhmen. Por ky robot, siç e thash, nuk garanton asnjëherë 100% të fitime të garantuara, por është roboti me statistika më të mira që un kam provuar, edhe me rezultate më të mira që un kam provuar. Kështu që secili nga ata që do e marrë robotin, ta ketë parasysh këto gjëra dhe normalisht në botën e investimeve, por edhe kudo, asgjë nuk është e sigurt 100%. Por ti afrohemi 100% që sa më shumë. Kjo është e gjithë loja trading që unë kam zbuluar në 10 vite e më shumë që kam në këtë industri. Kështu që për gjithë ata që do e marrin robotin, të kontaktojnë, do kemi të ky postimi pjesën e çmimit dhe si funksionon. Roboti do jetë po themi i limituar në një account ose 2 accounte, të cilat do kenë akses me licencë. Kështu që mos ta bëjmë balë si gjithë shqiptarët që futen 20 veta edhe marrin një robot edhe përdorin si të munden ata, siç kemi pas edhe grupi premium që janë 20 veta me një account. Kështu që ju përshëndes edhe shpresoj u mundohat mos zgjatesh shumë te kjo video, po një video për shpjegim për sa i përket robotit duhet ishte diçka e gjatë. Kështu që ju përshëndes gjithëve.